Prishtina foli, dhe ky besim për mua është vazhdim i përgjegjësisë dhe motivit. Është zotim për të vazhduar punën me përkushtim të palëkundur. Ju falemnderit që na keni besuar drejtimin e qytetit tonë. Falemnderit që besuat në vazhdimin e vizionit transformues për Prishtinën. Po hymë në këtë mandat me vendosmërinë për të përfunduar projektet kapitale, për të vazhduar investimet në arsim e shëndetësi, në zhvillim rural dhe në të gjithë sektorët që prekin drejt për drejt cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Do të vazhdojmë të përkrojmë idetë inovative, të mbështesim krijtarinë e rinisë dhe energjinë e tyre për të ardhmen, duke respektuar, restauruar dhe integruar trashëgiminë tonë kolektive me vizionin modern, të cilën e dim se mandati i kaluar nuk ka qenë ashtu si që kanë merituar qytetarët, ka pas blokada të kalkuluara politikisht, vonesa e pengesa dhe prej tyre më shumë të kanë vuajtur qytetarët. Uroj me zemër që në këtë mandat të reflektojmë dhe mos e detyrojmë popullin të dëgjojë diskurse përqarse, të mos e vendosim qytetin peng të kalkulimeve politike, se cili prej nesh jemi të votuar me i shërby qytetarve e jo partive politike. Prandaj e kemi përbërç të bëhemi bashk e të punojmë, të mos projektojmë kriza artificiale, të mos krijojmë blokada që e lodhin qytetin, por të punojmë me përgjegjësi të përbashkët për të ardhmen tonë. Faleminderit secilit prej jush për mbështetje dhe besimin. Ky besim nuk është një privilegj i thjeshtë. Është një obligim që të udhëheq me profesionalizëm, transparencë dhe pa anësi, duke garantuar funksionim të drejtë, të hapur dhe efikas të këtij governi. Ju ftoj të gjithë që pavarësisht dallimeve të gjejmë bashkëpunimin e nevojshëm për projekte madhore të qytetit. E vendosëm disa herë edhe një urim aty tek emri i kryetarit ku shkruante urime koalicioni LDK, PDK, AK, Nisma, PSD, e tjera, se ka dhe shumë. Nuk e dim se po ju pengon. Nuk e di pse po ju pengon asamblesë dhe këtij subjekti ky urim, pasi që një gjë e tillë po dëshmohet me vetë mos propozimin e kryesuesit të kuvendit. Pra grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letën. Ju lutem, veç keni dërën, se e morët fjalin dhe dëgjum të gjithë, kështu që t'ja kuptoj këtë inat Sokollit, ndërsa nga arsyeja pse nuk e kanë propozuar Sokollit, kështu që për me zbut këtë inat Sokollit, unë e propozoj Sokollin si kryesues të kuvendit. Kjo është një propozim i cili ta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve, po sigurisht pak e kanë edhe inotin që kanë njëtë shumë brapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solene duhet t'i lojnë anash.